Ju përshëndes gjithëve, ndodhem në Kruj, vendi që e mori emrin nga krojet. Dhe këtu kemi të bëjmë me një krua, si qëllë ai që quhet Ballaban Neci. Historia në fakt e këtij kroje është shumë interesante, për hir të vërtetës, po edhe këtij rrati që shikoni mbrapa, këtij çinare siç njihet ndryshe, është një histori shumë interesante. Ky quhet Kroj Ballaban Nec. Dhe i referohet një figure emblematike faktikisht për perandorinë osmane dhe tradhtare për arbërinë e asaj kohe apo për Shqipërinë. Ballaban Pash Badera ishte shqiptar. Ai ishte një nga gjeneralët kryesorë të perandorisë osmane. U gradua me këtë titull kur i pari hyri në muret e Konstantinopolës, kur kjo e fundit u pushtua nga perandoria osmane në vitin 1453. Ballaban Pash Badera ishte një nga njerëzit kundërshtar të heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, i cili mori përsipër pas dështimeve që kishte sultan në Murati për të pushtuar Kalan e Krujës apo për të pushtuar gjithë arbërinë në tërësi. Ai mori pjesë personalisht në rrethimin e dytë të Krujës në vitet 1466-1467. Ishte një njeri i frikshëm, ishte një njeri që nuk mbante pengje, por i vriste ato dhe kishte një sfidë personale me heroin ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Ai erdhi këtu për të pushtuar Krujën, por faktikisht ai ra në këtë fushbetejë. Prandaj sot e kësaj dite, ky që quhet Kroji Ballaban Neci do të thotë Ballabani Ngeci, por në krutanishte fjala Ngeci thuhet Neci. Pra ky është kroji Ballabanit, sepse në pikërisht në këtë vend që kam pas shpinës time, u vra Ballaban Pash Badera, një nga komandantët më të lavdishëm të perandorisë osmane, bashkohës i Mehmet Fatiut, sultanit ose Mehmet Pushtuesit. Në gojën e tij ishte paqja, ndërsa në zemrën e tij ishte lufta. Pikërisht këtu vra Ballaban Pash Badera, kujdes, nga një ushtar shumë i thjeshtë i Skënderbeut. Ishte një njeri që quhet Gjergj Lleshi. Gjergj Lleshi me një mushqet arriti ta plagoste Ballaban Pash Baderën pikërisht në pjesën e barkut dhe më vonë ai u tërhoq dhe u mor zvarr pikërisht nga ky vend që kemi këtu, nga ushtarët e tij, ju dha ndihma e parë, por me sa duket ai nuk mundi dot të mbjetonte plagëve dhe vdiq.